Por pse u bë ky test? Si nga ana duhet ta bëjnë, e kanë shumë ne filament qytetarët ta nuk di ta kenë bërë ndonjëherë sa detyron njëri për zonë, po s'kam dëgjuar edhe në një vend të botës si të bëjnë kështu teste. Mirë, kjo pse e bëri Trumpi këto ose si e ka ligji amerikan, nëse ke dëgjuar se Jo, nuk është se është çështje ligji, se këtu nuk është punë ligji, kjo është Jo, ishte edhe pak Trumpi e bënte vetë. Jo, kjo pikërisht. Kjo është bërë në një lloj mënyre për duke u nisur nga mosha e tij dhe krahasimi që ai bën shpesh me Biden, është edhe për të sheshuar të gjitha ato zëra të cilët mendojnë që Trumpi për shkak të moshës ka humbur pak edhe koordinatat e veta për sa i përket mënyrës se si po e drejton me këto urdhrat ekzekutiv që vijnë, të riqen, jepen, pastaj del me deklarata dhe është më shumë një lloj show për të siguruar atë që është populli amerikan, që unë jam i shëndetshëm i plot dhe çfarëdo lloj gjë që unë them qëndron brenda kornizave të shëndetit tim të plot psikomotor dhe kognitiv.